Më mirë pritët në Kolegjin e Europës. Ende nuk e kemi kampusin e ri të bukur gati për ju, por fal jush kemi këtu një pikë horizonti midis asaj çfarë Europa është dhe asaj çfarë Europa ende duhet të bëhet. Ky është vendi i dytë, ky është viti i dytë kur të rinj europian mblidhen këtu në Shqipëri për të mësuar si mendon Europa, si debaton Europa dhe si transformon Europa vetveten. Dhe nuk mund të imagjinoja një vend kaq simbolik, me gjithë respektin e mundshëm për Bryshën dhe Natolinën. E me qëra fjala. Duke qenë se shqetësohemi për ta, për miqtuaj në Bryshë dhe Natolin, që ju duhet të jetojnë në përqiej gri gjatë tërë kohës, u siguruam që dhe ju të kishit një qiell gri sot, si shenjë solidariteti me ta. Shqipëria është një vend shumë i rrallë në Europën e sotme, ku ëndra europiane është ende freskët, urgjente, emocionale, e pa marrë për të mirë qenë, ende e pa burokratizuar, e pa katandisur në një zhurmë të bezdishme në sfond të jetës përditshme. Një vend që, siç u thash, homologëve të mi udhëheqës të mbledhur sot nga rajoni për samitin për planin e rritjes. Besimi për Europën është një nivel kaq të lartë sa që edhe një veteran i vjetër i BE si Eurobarometri nuk bën dot gjë post të skuqet si një adoleshent i dashuruar. Europa nuk është gjeografi, është një zgjedhje. Europa nuk është një vend, Europa është vendim. Vendimi për të zgjedhur bashkëpunimin përkundrejt përplasjes, ligjin përkundrejt forcës, dialogun në vend të vërtitmave dhe më duhet të shtoj të vërtetën në vend të stereotipeve. Më linit ju përmend një shembull të vogël, por që besoj thot shumë. Pak ditë më parë, sekretarja e brendshme e Mbretërisë së Bashkuar përmendi publikisht rreth 700 familje shqiptare që jetojnë në strehime financuara nga paratë të tatim paguesve pas refuzimit të lejeve të aplikimeve të tyre për azil, për të justifikuar një valë të re të kthimeve familjare. 700 familje. Në një vend prej 67 milion banorësh. Një pëshpërim statistikore e fryrë në një siren politike. Tani, pse po e përmend këtu këtë, në Kolegjin e Europës në Tiranë? As pak për të anguar, as për të dramatizuar, jo më për të ngatruar BE-n me të divorcuarën kaq të hidhur, por pikërisht sepse është ky lloj refleksi politik të cilit Europa duhet i rezistojë nëse do të mbetet besnike vetes e t'ja dalë në një botë që po ndryshon në mënyrë dramatike. Kur një ministër europian, edhe pas Brexitit, që mund edhe ta kuptojmë, sepse ka traumë, atje zgjedh të veçoj një bashkësi të vogël, për të fituar pikë politike, ka diçka shumë të rëndësishme. Fear speaks louder than facts. Që tregohet qartë. Frika flet më fort se sa faktet, stereotipet ustojnë ende më shpejt se sa e vërteta dhe demagogjia ende vijon të gjejë një audiencë. Të madhe madje. E sidoqoftë, faktet janë të qarta kristal, që nga viti 2022 palë një pune intensive për bashkët, mbërritjes e parregullta nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar, thuajse janë zhdukur.
Shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike. Shqiptarët që marrin përfitime nga Mbretëria e Bashkuar janë të papërfillshëm në numër krahasuar me komunitetet tjera. Megjithatë, e njëjta histori vazhdon, sepse historia është e dobishme. E këtu vjen lidhja të dashur student të Kolegjit të Europës në Tiranë. Zgjerimi që unë e shoh si ribashkim dështon kurdo herë që stereotipat ulëzojnë dhe ribashkimi shuhet kurdo frika është vërtet më fort se sadia dhe Europa duksohet sa herë që faktet u dorëzohen narrativave, historive të sajura. Dhe jap se prania juaj në këtë kolegj ka kaq shumë rëndësi, sepse e ardhmja e Europës, administratorët e ardhshëm të Europës, diplomatët, negociatorët, komisionerët, duhen formuar jo vetëm në të drejtë e politika, por formuar me kurajën për t'i rezistuar tundimit të lehtë të gjeturit kokave turkut, për të njohur njerëzimin përtej statistikave të migracionit dhe për të mbrojtur të vërtetën, kur politika përpiqet ta shtrembrojë atë. Po pse ka vlerë ribashkimi? Jo për Shqipërinë, por për Europën. Nëse Shqipëria beson thellësisht te projekti europian, është sepse ne e dim, dhe nuk e dim se kemi lexuar në libra, e dim në lëkurë, se nga çfarë ju ruan, ju shpëton Europa. Ishim diktatura e fundit fare në Europë. Dhe ndjem të gjithë peshën mizore të izolimit si kur kusht tjetër. Ne kuptojmë terrin që vjen kur një vend veçohet nga rrjedha europiane e gjakut. Por është një botë e re. Kur ishim në atë lloj zymtësie, bota nuk ishte kaq e ndërlidhur. Kur na kishin veçuar nga e gjithë limfa e europiane, nga organizmi europian, ai nuk ishte ndërveprues, nuk reagonte ndaj vetë gjakut tonë. Sot kjo është e pashmangshme. Japse kur zgjerimi mbet në vend, ashtu siç na ka treguar historia e risht. Nuk shohim vetëm vonesë politike, shohim një paralajmërim. Dhe kur një ministre europiane bën në shënjestër një bashkësi të vogël për të ushqyer emocione politike, nuk shohim thjesht një titull. A simple act of demagogy. Apo një akt të vogël demagogjie. Shohim një simptom, sepse një Europë e cila normalizon padrejtësi të vogla, ditë pas dite, dikur do t'jetë krejt e pa aftë të përballet me padrejtësitë e mëdha. Më lini t'ju paraqes 5 të vërteta, sipas këndvështrimit tim, që duhet të drejtojnë brezin e ardhshëm të europianëve, që do të thotë edhe ju mes brezave të ardhshëm. E vërteta e parë, ribashkimi shëron historinë. Dhe e kemi parë. Nisi me ribashkimin që shëroi historikun midis Francës e Gjermanisë. Vazhdoi me shumë ribashkime. Dhe
edhe nga ai midis Gjermanisë e Gjermanisë. Ishte një shërues i madh. Sepse ribashkimi rilidh fate të cilat totalitarizmi dhe ndasit i kanë gjymtuar. E vërteta e dytë, ribashkimi zgjeron paqen. Pashini historinë e zgjerimit. Çdo zgjerim nuk ka zgjeruar vetëm gjeografin, por ka zgjeruar hapësirën e paqes. Dhe e ka bërë luftën shumë më pak të imagjinueshme midis vendesh, të cilat ishin përballur me shumë luftra e përplasje me njëri tjetrin. E vërteta e tretë, ribashkimi përmbus premtimin e Europës. Selanik 2003 nuk ishte një moment poetik, ishte një angazhim. E vërteta e katërt, ribashkimi sjell energji, sjell rini e mundësi të reja. Kështu ka ndodhur me valët e mëparshme të zgjerimit dhe kështu do të jetë me ribashkimin e Ballkanit Perëndimor me BE-n. Sepse asnjë vend që bëhet antar nuk është një barë përpara se të jetë një motor i pashfrytzuar energjie, rinie e mundësish të reja. E vërteta e pestë, ribashkimi mbron Europën nga vetja. Sepse një Europë e përçarë është më e lehtë për të manipuluar. Një Europë e bashkuar është e pamundur të mposhtet. Është çështje zgjedhjeje. E të gjitha këto të vërteta janë në sy të të gjitha, në faqet e historisë, të ilustruara me gjithmonë e më shumë fakte në varësi të vullnetit që kemi për të hyrë në thellësi, për mënyrën se si kemi ardhur deri këtu. Kur bëhet fjalë për Shqipërinë, ne vazhdojmë me punën tonë të bërë, që do të thotë rezultatet edhe në reforma, forcimin e institucionesh, durimin e sprovuar, edhe palë disa prej shteteve anëtare përfaqësuara këtu nga disa prej ambasadorëve, konkretisht Gjermania dhe Holanda, që janë në fakt ata që na e kanë sprovuar durimin më shumë se të tjerë. Tani jam shumë mirënjohës për këtë. Tani, po nuk isha atëherë kur sprovohesha. Ne nuk kërkojmë asnjë privilegj. Vetëm nderin, siç do thoshte Jean Monnet, të shërbejmë Europës, në mënyrë që Europa të shërbej paqes. Dhe ka disa që në kënd vështrimin tim, dhe këtu jam takic në këtë rajon, në të drejtë, të cilët pyesin veten si mund të marrim më shumë vende, të bëhemi 29, të bëhemi 33, të bëhemi edhe 35, në një kohë që nuk funksionojmë do të normalisht as me 27. Po, sipas meje, kanë një argument. E kësaj na duhet t'i paqtojmë, na duhet t'i ndihmojmë, duhet t'i lëmë pas egot tona kombëtare dhe të mendojmë si europianë. Për një Europë të përbashkët. Një Europë të përbashkët që funksionon më mirë se
Europa sot nuk ke nevojë për një Shqipëri që të bërë veto, nuk po përmend të tjerët se është edhe më keq. Nuk duhet të këmbgulësh që të sapo ardhurit, ta vendet e reja të kenë komisioner, ka mënyra të tjera. Por duhet të ndash mendjen që të qenit brenda, të qenit pjesë e kësaj familjeje është ajo që ka vlen. E gjithë pjesa tjetër janë procedura. Dhe të mbetesh në vend sepse je fiksuar me gjërat që bëhen fiksimi tyre, dhe pastaj ata nuk munden që t'i përballojnë ato përballë publikut tyre, kjo është shqetësuese. Le ta bëjmë të thjeshtë. Asnjë veto, asnjë vot kundër shumicës, asnjë komisioner, asnjë justifikim, e asnjë kërkesë, po vetëm përgjegjësi, kontribut, dhe vetëm Europë. Atëherë unë besoj se periudha pas negociatave teknike do të jetë më e lehtë, jo e lehtë, por më e lehtë. So let me finish with a word for two entities. Me një fjalë në dy drejtime, jo dy ente, sepse Federica nuk është subjekt apo ent. Federica, sollët shkollën më ikon të Europës në një vend ku vetëm mendojeni gjatë jetës son, kur unë kam qenë edhe më i madh se sa ju, Europa ishte tërësisht ndaluar, nuk ishte Europë këtu. Muzika e Europës, filmat e Europës, librat, arti i saj, trajtoheshin si diçka e ulët, mos t'imagjinoje as t'i prekje. Ishte një privim brutal prej gjysmë shekulli që na shndroi në ata që e deshën më me zjarr Europën. Dhe kur e lam pas errësirën dhe folësit, një prej folësve e përmendi që ky auditor quhet liria, sepse ky që vendi ku momentet e para të grushtit përfundimtar ndaj regjimit filluan të ndodhnin. Ne nuk ishim të koordinuar, nuk ishim as të orientuar e të orkestruar nga dikush, po befas të gjithë ne, qindra mira njerëz në rrugët e vendit, thirrëm, e bërtitëm një fjalë, e kam parë, nuk kishte asnjë vend që doli nga komunizmi ku përmendej Europa në parullat e tyre. Ne bërtitëm, e duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Kjo ishte ajo jona. Por, kur erdhëm te Europa, pa gjejeni, kuptuam që dashuria nuk ishte tamam ajo që i shkon të ndërmend Europës kur na shihte ne. Dashuria ishte diçka nga e cila ndjeshin madje edhe të trazuar kur e shihnin në mënyrën tonë të zjarrt, në mënyrën se si morëm anijet, se si morëm përpjet maleve, se si kaluam të gjitha rreziqet e kufijtë e mundshëm për shkuar e për të përqafuar Europën tonë të dashur. Hym kështu në një rrugë ku nisëm të familiarizoheshim me fjalë të padëgjuara më parë, edhe pse njihnim gjuhë, sepse gjuhët ishin e vetmja mënyrë për të kuptuar çfarë ndodhte për te territ.
Dëgjuam aki dhe harmonizim me aki në stacionin Europian. Dëgjuam për të dhënat taktike, tregues nisjeje, afate transpozimi, rrugë për përputhshmëri, piketat e vendosura për integrimin. Qelje, mbyllje të ndërmjetme, plus edhe një të famshme piketa të kapacitetit përkthitës. Dhe kështu vazhdon me analizë paraprake, analizë dypalshe, kuadër i kushtëzuar, mekanizma garanci për procesin e duhur ligjor, njësi mace të rezistencës institucionale, mbikëqyrje bazuar në risk. Pa imagjinojeni, ke rënë në dashuri. You say, I love you. E thua të dua. And the other one says, tjetri të thot, where is your resilience metrics? Ku e ke njësin mace të rezistencës? You say, I adore you. I thua, unë të aduroj. And the other one says, tjetri thot, where are your safeguard mechanisms? Ku I ke mekanizmat e garancisë? Safeguard mechanism of what? Of my adoration? Mekanizma garancie për çfarë? Për adurimin tim? Po, sigurisht. We need to do a post-screening. Na duhet të bëjmë një vlerësim analitik pas të mëpasëm. Kështu që full of these tiny creatures. Truri më kthye në një kopsht mazologjik me këto krijesa të vogla, të cilat filluan të jetonin në kokën tonë dhe vinin piketat, ndërmjetme, analizë, kapitull tjetër, grup kapitull, të shhapur, po, por ka një tjetër. And in the meantime we learn the music. The Brussels music. Mësuam muzikën e Brukselit, e keni dëgjuar ndonjëherë? We take note of the progress achieved. Shënojmë për parimin e arritur. Which